Hadith profetit alayhi salatu wassalam, një thënie të profetit alayhi salatu wassalam, një thënie që ndoshta e keni dëgjuar, ndoshta e keni mësuar, ndoshta e keni lexuar, si shumë hadithet profetit alayhi salatu wassalam që janë frytëdhënëse, këshilluese, motivuese, dhe ajo që faktikisht kërkohet prej nesh është që të marrim mësim dhe të praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Këtë hadith inshallah që do flasim sot, hadith i transmetuar pra prej profetit alayhi salatu wasalam, thot sallallahu alaihi wasallam në një thënie që kush vdes, kujt i del shpirti dhe është i pastër, jam të thonë me domethënien e hadithit. Kush vdes dhe është i pastër, nuk i ka këto tre cilësi, do hyn në xhennet. Me lejen Allahut subhanahu xhella xhelalu. Kur do i përmendim inshallah këto tre cilësi, nuk do thotë dikush që ti kem këto treja dhe nuk kam nevojë për namaz dhe nuk kam nevojë për ibadet e tjera. Ne e dim që ato shtyllat kryesore të Islamit, kush janë i dim shumë bukur dhe shumë mirë. Kush janë bazat e Islamit i dim shumë mirë. Mirë, po nuk do thotë për shembull që ka njerëz që falen, bëjnë punë edhe tjera jo të mira, po do të dënohet për atë veprën e jo të mirë që ka bën, faktikisht. Sepse ne kemi edhe transmetime tjera të profetit alayhi salatu wasalam që ka transmetime që ka njerëz, janë përmend njerëz në atë kohë që njerëz që kanë agjeruar, janë fal, kanë bërë ibadete shumë dhe ka pas siç e keni treguar atë rastin me atë gruan e cila ka qenë kohën e profetit alayhi salatu wasalam e kanë lavdruar në ibadet. Ka pas bën shumë namaz, lexonte Kur'an, u mundonte ibadetet i bënte maksimum. Edhe njerëzit janë habit, domethënë për ibadetin që bënte ajo, vetëm kur ja kanë përmend profetit alayhi salatu wasalam i kanë thënë që ja Rasulullah, ka një cilësi të keqe. Çka cilësi e ka, çka veti e ka? Thot, komshit e vet i dëmton. Domethënë ajo namazin e ka bën. Ajo është njoft për namazin e vet, për ibadetin e vet, për agjërimin e kret. Mirë, po komshit nuk kanë qenë rahat prej saj. Edhe kur e ka marrë vesh profeti alayhi salatu wasalam, çka ka thënë? Sallallahu alaihi wasallam ka thënë xhehenem ka më shku. Domethënë do dënohet për atë veprim që ka bën. Dhe kur flasim që profeti alayhi salatu wasalam ka thënë xhehenem ka më shku, menjëherë na shkon mendja që kjo është porosi ose është thënie e Allahut subhanahu xhella xhelalu. Sepse ai që futen në xhennet dhe ai që futen në xhehenem është Allahu subhanahu xhella xhelalu. Mirë, profeti alayhi salatu wasalam ka paralajmëruar që sadoja që ka qenë me ibadet fort, ka pas këtë cilësi, ka thënë xhehenem ka më shku, pse komshit e vet nuk i ka lënë rahat, i ka dëmtuar me dorë, me gojë, a tjetër punë, sepse dëmtimet nuk janë vetëm me gojë. Dëmtimet janë edhe me dorë, dëmtimet janë edhe me sy. Dëmtimet janë edhe me sy, domethënë komshia nuk dëmtohet vetëm me gojë dhe nuk dëmtohet vetëm me dorë, po dëmtohet edhe me sy. Si me sy, që si kamera e fshet i shikon shtëpinë e tjetrit. Shtëpinë e komshisë çka hangrit, çka piu, ku doli, çka bani, sa herë doli për shtëpi, sa herë erdhi në shtëpi, ulte bafça vet, a piu kafe, a piu lënga, çka piu. Domethënë kjo është dëmtim. Dhe sa shikojmë, domethënë përpara se më treguat atë hadithin. Dhe sa po shikojmë sot edhe sa po ndëgjojmë që më shumë dëmtimet në komshi janë me sy se sa me gojë dhe me dorë. Nuk del në bafshën tënde, pse? Se nuk le rahat duke të pa komshit se sa herë ke hyrë, se sa herë ke dalë, se sa herë ja ule, se sa herë. Kjo është dëmtim. Pra është prej veprave jo të mira. E tani ti kthehemi në hadithit profetit alayhi salatu wasalam, i cili thot sallallahu alaihi wasallam që kush vdes dhe është i pastër prej këtyre tre cilësive, ne po ta kesh edhe namazin ato punë të tjera siç i përmenda, do hyn në xhennet me lejen e Allahut subhanahu xhella xhelalu. Cilat janë këto cilësi, cilat janë këto vepra, të kemi kujdes. Puna e parë thot profeti alayhi salatu wasalam al-ghulul. Ghulul në gjuhën arabe, ta kthejmë shqip, këtu e kanë komentuar dietarët këtë thënie, domethënë ose këtë çka do të thotë ghulul, kur merr pasurinë
me dhunë ose kur merr pasuri, sidomos ato që kanë pushtet, e marrin pasurinë e njerëzve padrejtësisht. Kjo është gulul. Do të thonë që e marrin pasurinë e tjetrit padrejtësisht, e fitojnë padrejtësisht. Sidomos ato që janë, sidomos, do të thonë në çka do lloj forme ose çka do lloj niveli qofsh. Nëse merr pasurinë padrejtësisht, atëherë Zoti na rujt, ke përgjegjësinë e madhe të Allah Azza wa Jall. Mirë po, në këtë rast, dietarët e kanë përmendur edhe faktin sidomos ato që kanë pushtetin. Ato që kanë pushtet dhe marrin pasurinë e njerëzve pa të drejtë, han pasurinë e njerëzve pa të drejtë, pasurohen pa të drejtë, marrin djersën e tjetrit, gjakun e tjetrit që të pasurohen vetë dhe nuk është haku tyre. Dhe nuk është haku tyre. Kjo ishte e para që e përmend profeti alayhis salam, mos gjenohem shumë ke kjo pikë se ne jemi tu pa dhe jemi tu jetu. Në këto vende që jemi duke jetu dhe jemi duke pa se sa padrejtësi bëhet nëpër popullat, se sa padrejtësi bëhet nëpër njerëz dhe si fitojnë dhe si pasurohen njerëzit të cilën sabah nuk kanë pas bukë me hangër, kurse ndarkë janë bën me vetura të shtrenjta. Nga i mori, nga u pasuru mrenda natës, ku bo pasunik mrenda natës. Ka Zot i cili shikon, ka Zot i cili regjistron, po zullumi kur njëherë nuk zjatet, po të ketë përgjegjësi për Allahut subhanahu xhelle xhelalu, ai person i cili merr pasurinë e tjetrit pa drejtë. Mos futim këto dhe pika tjera pastaj që hapen mesele, hapen çështje të shumta ke kjo pikë. Merr pasurinë pa drejtësisht në familje, në shoqëri e kudo. E dyta që ka përmend profeti alayhis salam ka thënë dein është borxhi. Do të thonë nëse njeriu vdes dhe nuk ka marr pasuri me dhunë, nuk është pasuruar me dhunë, nuk e ka marr tjetrit me dhunë dhe nuk i ka borxh askujt, këto janë cilësi të mira. Prandaj duhet kemi kujdes. Njeriu i cili mundohet ta laj borxhin me këtë dynja, mos shkoj me borxhe te Allahu subhanahu xhelle xhelalu, kjo është prej cilësive të mira. Jo vetëm cilësive të mira, por shenjë mirë. Prandaj e kemi thënë shpesh herë në ligjëratat shumëta që borxhi është shumë e rëndë për njerin. Borxhi është shumë i rëndë. Do thonë që të shkosh në varr me borxhe është shumë rëndë për atë xhenazë se për atë njerëz që është futet në varr me borxhe me hakun e tjetër kujt. E kemi thënë dhe e përsërisim që Allahu subhanahu xhelle xhelalu hakun e tjetrit nuk e fal, edhe ai që është shahid i cili ka rënë rrugën e Allahut, është vrarë për hir të Allahut dhe vdes me borxhe, nuk ja fal Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Nuk ja fal Allahu azza wa xhel borxhin. Prandaj njeriu sa është me këtë dynja të mundohet ta shikoj vetin e vet që unë pasurinë që e kam nuk du ta marr me dhunë dhe nuk du ta marr hakun e tjetër kujt, plus nëse i ka marr borxh dikujt, çka duhet të bëj? Të mundohem me lat borxh. Ka pas raste që profeti alayhis salam nuk e ka fal xhenazën. Ka pas rast që ka vdek dikush dhe profeti alayhis salam përpara se me fal xhenazën ka pyet. Ka thënë, a ka borxh ky dikujt? Xhenazë, ky njeri i cili ka vdek. Ai ka borxh dikujt, është ngret dikush ka thënë ja Resulullah, më ka mu 2 denar. Dhe profeti alayhis salam ngret dhe ka thënë, faleni se unë nuk e fali. Ngret shkoi, ka thënë faleni se unë nuk e fal. Është ngret një prej sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ja Resulullah, ktheu falë xhenazën se unë do t'ja laj. Unë kam për t'ja la borxhin. Ktheu falja xhenazën. Dhe masi e ka fal profeti alayhis salam nesër kur e ka taku prapa të sahabin atë shokun e vet i cili ka siguru dhe ka qenë garant që ta laj borxhin, i ka thënë ai lave borxhin. Po ja Resulullah ja kam latë, tash u rahatu. Pse? Se borxhi është i rëndë. Është i amël kur e merr. Ama ndoshta është i rëndë me e kthy, po patjetër duhet ta kthesh, pse është haku tjetër kujt. Është haku tjetër kujt, edhe ne shikojmë për ditë raste të tilla që ka konflikte të ndryshme familjare, shoqërore, ku e di, që
janë i dhru me njëri tjetrin, nuk flasin me njëri tjetrin, ndoshta edhe janë vrarë me njëri tjetrin, pse? Për shkak i borxhit. Shkak i borxhit. Prandaj nuk është mirë me marr borxhe për gjëra qefi. Domethënë nëse nuk je i detyruar me marr borxhe, më merr borxh, më mirë, më rahatje. Ne po shikojmë njerëzit sot që po marrin borxh për qef. Po marrin borxh shkojnë në pushime, merr borxh bë një dasëm luksoze. Po nuk është patjetër unë ta bëj dasmën se ka bë komshia ose ka bë fulani ose fulane dasmën shumë të mirë, unë prej natit atij ta bëj edhe më të mirë dhe po marr borxhe. Nuk shka, shtri kamët sa i ke erganin. Pse? Sepse ti nese si do ta lash atë borxh. Nese si do ta lash atë borxh, nuk është kollaj. Prandaj, ajeti më i gjatë në Kur'anin Kerim kush është? Po ta shikosh në Kur'anin Kerim, ajeti më i gjatë kush është? Borxhi. Ajeti më i gjatë që ke në Kur'anin Kerim është ajeti borxhit që flet për borxhin. Është një faqe komplet e Kur'anit Kerim. Është një faqe komplet e Kur'anit që flet për borxhin. Dhe mënyrën si ta marrësh borxhin, pra nuk inkurajojmë njerëzit të marrin borxhe për qefe. Por nëse je detyruar do ta marrësh borxhin, s'ke për momentin je të bëj diçka, do të blesh ku diun një shtëpi, do bësh diçka që je detyruar. Ka raste të tillë që marrin borxhe edhe për ilaçe, për smundje. Kur je detyruar apo për çibëre, për gjëra qefi mos merr borxh. S'është përgjegjësi e madhe. Dhe momenti që kemi dhënë, momenti që ti e merr borxhin, ama e merr me niyetin për ta lënë atë borxh. I drejtohesh Allahut subhanahu xhelle xhelalu, ja Rabbi ndihmo me la këtë borxh. E kam marr, po ndihmo. Çu ta laj këtë borxh? Por Zotin e madh, bëj be Allahun subhanahu xhelle xhelalu, njeriu i cili e merr borxhin. Me niyetin me la atë borxh, ka me la atë borxh. Ka me la atë borxh, ka me kthy atë borxh. Pse? Sepse ju ke mbështet Allahut subhanahu xhelle xhelalu dhe këtu është vërtetohet hadithi, thënia e profetit alayhi salatu wassalam në një hadith i cili thot sallallahu alaihi wasallam që kush merr borxh, me domethënien e hadithit, kush merr borxh, me niyetin me la borxhin, me niyetin me la borxhin, me kthy borxhin për hir të Allahut azza wa jall, ka me ndihmu Allahu subhanahu xhelle xhelalu, ka me tar risku, ka sa pret mendja. Pse? Se këtu e ndërlidhem edhe me një ajet tjetër kuranor. Sepse ti momentin që e morë borxhin, ti ke frikë Allahun. Që thu, ja Rabb, inshallah nuk vdes me këtë borxh, unë du ta laj këtë borxh, nuk du të kthehem te ty, ja Rabbel alamin, me borxhin me hakun e tjetër kujt. Dhe këtu është frika ndaj Allahut. Dhe kush e ka frikë Allahun, çka ndodhen? Ajeti kuranor, thot i madhi Zot, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe kush e ka frikë Zotin? Wa may yattaqillah, kush e ka frikë Zotin? Yaj'al lahu makhraja. Do thonë, nëse ti je për atyre njerëzve, jemi për atyre njerëzve që kemi frikë Zotin, fjalët tona, veprimet tona, punët tona, në jetën tonë përditshme, Allah azza wa jall çka do t'japi? Shikoni përgëzimet të mirat që Allah azza wa jall t'jep, thot do t'i liroj ose do t'i lehtësoj punët. Do të bëj rrugë zgjidhje për çdo problem që ti ke, do t'japi rrugë dalje ose zgjidhje Allahu subhanahu xhelle xhelalu, dhe thot i madhi Zot wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe Allah azza wa jall ka me furnizu kasja pret mendja. Prandaj kur merret borxhi me niyetin për ta lënë dhe me frikën që thuaj ja Rabbi s'du të vdes me këtë borxh, djes inshallah kemë lënë borxh me lejen e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Je mbështet Allah azza wa jall xhelle xhelalu. Kjo është e dyta. E treta që përmendet në këtë hadith, thot profeti alayhi salatu wasalam, është mendjemadhësia. Nëse njeriu vdes, po ka qenë njëri modest, njeriu i thjesht me njerëzit përgjithësi, ka pas modestësi, domethënë ka qenë modest, dhe ka qenë i thjesht me njerëzit, ka me hyrë në xhenet tot Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Pse? Është e kundërta, siç kemi përmend hadithet shumëta, thëniet shumëta, është e kundërta e njeriu i cili është mendjemadh. Njeriu i cili është mendjemadh. Njeriu, thot profeti alayhi salatu wasalam në hadithe, që thot kush ka në vetin e tij një grimc mendjemadhësie, nuk ka me hyrë në xhenet. Nuk ka me hyrë në xhenet ai i cili ka një grimc mendjemadhësie. Pra, ky hadith i profetit alayhi salatu wasalam na këshillon që ti heqim këto veti ose këto punë që i kemi. Domethënë, mos marrim pasurinë e dikujt padrejtësisht. Ta fitojmë, pasurohemi padrejtësisht. Se njeriu, shikoj, sot jemi në një kohë që dum shumë edhe nuk kënaqemi.
nuk fryhemi, nuk ngopemi me atë që kemi. Dhe njeriu aq shumë don shumë, sa e don, si thot i madhi Zot në Kur'anin Kerim, "Wa tuhibbuna malan hubban jamma." Wa tuhibbuna malan hubban jamma, diçka do të thot, dhe doni pasurinë shumë. Hubban jamma, do të thonë shumë e keni merak, shumë e doni pasurinë. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Thot Allahu subhanahu jalla jalalu alhaq. Alhaq do të thonë u shkatrut. Ju shkatroi takathur që nuk ngopet veç të mladh. S'fryhet njeriu, s'ngopet njeriu, ashtu siç thot profeti alayhi salatu wasalam në një hadith, thot syrin e njeriu nuk e fryn përveç kush? Dheu ajo e fryn syrin e njeriu. Tjetër gjë se fryn syrin e njeriu. Dhe ka njerëz të tillë të cilët nuk fryhen dhe çka bëjnë që të kenë shumë pasuri, nuk e kanë ngale ato se si e fitojnë atë pasuri. A halal a haram? Kë ato nuk është. Nuk ekziston a halal e harami, ka ato ekziston vetëm si të pasurohem unë. Nuk e ka dert, nuk e ka gale se si e merr pasurinë. A muslimani du ta ketë gale. 1 denar ti s'unë e merr. 1 cent ti nuk mund ta marrësh tjetër kujt. 1 cent është e tjetër kujt do t'ja japësh, se për atë cent kemi u pyet për Allahut subhanahu jalla jalalu. Për atë cent kemi u pyet Allahut subhanahu azza wa jall. Është e huja mos guxo me e prek. Prandaj ne kur e përmendim atë rasti me babën e Ebu Hanifës. Ebu Hanife një prej mëdhëbëve dietarëve të mëdhej këtij umeti. Si ka pas emrin baba Ebu Hanifës? Nuaman. Allah i qoftë i kënaq me ta. Ne tregohet rasti që ka hec për udhë dhe ka marrë një mollë te një pemë që ka ra poshtë, ka ra për tokë një mollë. Molla e tjetër kujt, molla e huj. E ka marrë dhe ka hangër gjysmën, e ka kafshu një herë. Kur e ka kafshu, o kujtu, në amenja o kujtu që thot kjo është e huja, nuk është e imja. Kjo pema ka një pronar. Është friksu, nuk ka të naj punë e madhe, një kokër, mollë është aja. S'ka problem. A muslimani nuk guxon të fusin barkun e vetë. Një kafshat nuk është e jotja, prandaj profeti alayhi salatu wasalam kur e ka pa nipin e vet që ka marrë prej sadakave, ka fut hurm ngoj prej sadakave. Familja e profeti alayhi salatu wasalam e kanë pas ndaluar me sadakat, nuk kanë hangër prej sadakave, prej lomoshave. Dhe kur e ka pa profeti alayhi salatu wasalam se një prej nipave vet e ka marrë një hurm që kanë qenë destinu sadaka, me u çu dikun, e ka shtin goj, ka shku me vrap. Shikoni subhanallah. Profeti alayhi salatu wasalam si ka thonë se s'ka gjë, se i vogël është. Jo. Profeti alayhi salatu wasallam ka shku me vrap dhe ja ka nxjerr hurmën, ja ka fut gishtin, i ka thonë nxirre. Pse se ke halal me shtim bark? E Nuamani ja kujtu. Sikur të ishin njerëzit kështu do ishim hajër gjithë na. Sikur të ishim këtë gjithë kështu, për Zotin do ishim në rregull te Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Kujtu ka thonë, shko të pyes kush është pronari kësaj peme. Kur e ka pyet një, ka thonë kush është pronari, ka dalë pronari kësaj peme, i ka thonë e ka marrë një mollë prej pemës tënde, ama bo halal se e hangra një kaç si theme, e ka fshova njëra, ama bo halal. Kjo ka pa, ndoshta do habit, e ka pa, e ka thonë jo nuk ta bëj halal. Ka thonë mirë po ta blej këtë mollën. Ka thonë jo nuk e shes. Mirë po vi një ditë me punu te ty që ta heq atë barën që kam mbi shpinën time. Ka thonë jo, as me këtë s'ta bëj halal. Po thot si ma bën halal ti mo? Thot unë ta bëj halal vetëm me një kusht. Cilën kusht do të martohesh me vajzën time? Atëherë unë ta bëj halal. Mirë po thot ki kujdes. Vajza ime i ka disa cilësi që thot nuk shikon, e verbër. Nuk nigjon shurt dhe nuk folën me mec. Nëse e merr vajzën time me këto cilësi, unë ta bëj halal. Ne na duket nuk na futet mendje kjo gjë, si unë të marr një për djalën ose të martohet dikush me një vajzë shurt me mec, për një kokërmoll, po thot dikush e punë e madhe. Ama jo, ka ato, prandaj janë qujt dietar ato. Prandaj Ebu Hanifja sot e kësaj dite përmendet. Prandaj Ebu Hanifja të marrësh shumë vendet të botës praktikohet me dhëb Hanefi, se ka qenë dietar. Pikërisht i kanë pas të cilësi. Pikërisht se e kanë pas frikë. Allahu azza wa jall si thot profeti alayhi salatu wasalam, ittaqullah walau bi shaqqati at-tamr. Keni frikë Allahun dhe me një gjys hurme. Dikush të hangër gjysmën e dynjas se nuk e ka frikë Allahun hiç.
Gjysmën e qytetit, gjysmën e shtetit e ka hangër, se ka gale gjysë hurme. Qa kanë gjysë hurme dikush. Zoti na rujt. E thot mirë, do t'jap përgjigje nesër. Ashtë mendu? E ju është këthyt ke ky njeriu Nuamani, i thot unë jam dakord të martohem me vajzën tënde. Vetëm t'ja bëj halal për atë gjysë molle që e ka hangër. Dhe natën e dasmë, dhe atë natë që është bë dasmë e fijes me një vend, ku ka hyrë brenda shtëpi, ka thonë ku do hyjun tash. Kjo nuk folen, nuk një gjan, nuk shikan. Hyn shtëpi Nuamani, hyn atë dhomën që kanë pas, e thot, jep selam. Thot, selam aleikum. Kja këtën selamin, thot, aleikum selam. Nuamani, thot, po kjo ndigjoka, dhe se ma këteu selamin, kjo ndigjoka. Kur i afrohet afër, e ngrenat dullakin, e shikon hyrin dynja shumë e bukur edhe shifte. Thot, po baba jot, pse më tha mund që ti nuk shikon, nuk ndigjon, dhe nuk flet, dhe shkon me vrap ke baba kësajt. Thot, pse më the që vajza jote nuk shikon, nuk ndigjon, dhe nuk flet, vajza jote kretë të cilësit mira i kishte edhe ndigjote edhe folte edhe e pashme. Ka thënë, shiko, vajza ime, kam thënë që nuk ndigjon, se vajza ime haram me vesh kur njëherë nuk ka ndigju. Vajza ime kam thënë që nuk shikon, sepse vajza ime me sytë e vetë haram kur njëherë nuk ka pa. Kam thënë që vajza ime nuk folën, sepse vajza ime për gojës asaj kur njëherë nuk ka dalë haram fjalë të këqija. Dhe thot, vajzën time e meriton një njeri si puna jote që e ka frikë Allahun me gjysë molle. Pse? Sepse ti nuk mund ta dëmtosh vajzën time. Sepse ti kur e ke frikë Zotin me një gjysë molle, ti nuk mund t'i bësh padrejsi bijes time. Ti nuk mund ta rahësh bijen time. Ti nuk mund ta nënçmosh bijen time. Pse? Se ke frikë Allahun subhane xhelle xhelalu. Dhe për asaj vajze, dhe për këtij Nuamani dhe për asaj vajze doli Ebu Hanifet, ky dietar i madh që Allah i mëshiroft gjithë, që sot e kësaj dite praktikohet në për trevat tona. Pra, ky ishte hadithi i profetit alayhi salatu wassalam, dhe njëherë ta përmend në hadithin që thot profeti alayhi salatu wassalam, kush vdes, kujt i del shpirti, dhe është i pastër për këtyre punëve, që nuk ka marr pasurinë me dhunë, dhe nuk shkon me borxhe në varr, dhe nuk ka mendje madhësi, thot ky njeri do futet në xhenet me lejen e Allahut subhane xhelle